Në Gjakov, çmimi i mishit vazhdon të jetë i lartë, mirë po pritet të rritet edhe më shumë ditëve në vijim. Aktualisht në disa prej mishtorëve të qytetit, 1 kilogram mish shitet me çmim prej 11 eurosh, por sipas informative që kemi marrë nga tregtarët, ky çmim pritet të shkojë në 12 euro për kilogram. Në muajt e fundit, çmimi i mishit është rritur disa herë dhe kjo po ndikon ndjeshëm në buxhetin familjar. Sipas disa qytetarëve, një tjetër rritje është e papërballueshme. Unë konsideroj që mishi është pothuajse artikulli kryesor në ushqimin e popullsisë, për standardin dhe nivelin e të ardhurave të Kosovës. Një çmim i tillë është shumë i lartë, është astronomik, ai e ngrit shportën e familjes dhe redukton mundësinë e ushqyeshmërisë pjesës më të madhe të popullsisë. Ky çmim që po paralajmërohet këtu është pavarësisht i barabartë edhe në Kanadë. Edhe në Kanada, për shembull, 1 kilogram mish është $18 kanadez. Kjo i bën diku i bën 12 euro. Jo më tepër. Do thotë pavarësisht njësoj si këtu. Rritja e çmimeve është trend i përditshmëri. Prandaj nuk është çudi që edhe çmimi i sidomos produkteve të mishave të jetë ose të ngritet. O normale në të rrethana tona çfarë ka ndodhur me mungesën e madhe të rritjes zgjedhjeve, rritjes aktive e tjera në përgjithësi, mendoj se konsideroj se është rrjedha e kohës. Buxheti familjar është i tillë që është me vështirësi arrihet që të përballohet një ngritje e tillë të çmimeve. Megjithatë, është standard i kohës që s'mund të ikim dhe duhet të gjejmë forma të ikim pak a shumë, të reduktojmë aq sa mundsohet, aq sa në ipet të mundshme të bëhet. Të tjerë qytetarë prapa kamerave thanë se duhet të frenohet rritja e të gjitha çmimeve të produkteve ushqimore, pasi po ndikon ndjeshëm buxhetit të familjeve të tyre.